Përshëndetje të ndruar shikues të televizionit Alsat M dhe miq besnik të emisionit të pasdites Prizma. Jemi dhe sot zbashku pas një fundjave ku uroj shumë që keni pasur kohë të pushoni, keni kaluar kohë kualitative me më të dashurit tuaj dhe tashmë jeni gati për të përballuar edhe një javë të re, duke marrë parasysh që hëna është nga ato ditët më të vështira për të nisur javën, edhe koha tash ndryshimi i temperaturave besoj ndikon si të unë edhe tek ju ndoshta edhe në produktivitet, por gjithsesi ne me shumë ngulm dhe me shumë energji kemi nisur bukur javën, sepse kemi zgjedhur që të kemi disa të ftuar, të cilët jam shumë e sigurt që në studion e emisionit Prizma do sjellin një super energji, një energji shumë pozitive, sepse do të flasim në fakt për një projekt i cili rezultoi shumë i suksesshëm. Unë nuk dua t'ju zbuloj shumë gjëra sepse ne kemi bërë një përmbledhje nga prapa skenat e xhirimit të serialit më të ri Qarshia. Gjëra tjera do t'i flasim me të ftuarit, me regjisoren dhe dy nga aktorët kryesor të këtij seriali, i cili flet për bashkëjetesën ndëretnike. Është ky një realitet të cilin ne e prekim çdo ditë, është realitet me cilin rritemi, ndërtojmë marrëdhënie dhe ka një mesazh super të fuqishëm për cilin ne do të diskutojmë vetëm pas pak. Mirë, po tani do të ndjekim atë magjin që në fakt është edhe jashtë kamerave dhe jashtë serialit i cili vjen në version online për jetës sociale dhe siç e thash pak më parë është pritur shumë mirë nga publiku. Ndjekim së bashku këtë kronik dhe rikthehemi me të ftuarit të cilët po na presin në pjesën tjetër të studios vetëm pas pak. O birisi ide o kapataydı gözüme montajala. Çok modern var. Orada papuçuruna. Kamera. 4, 2, 3. Set. Akcja. Ja spave bu Amsterdam. Studentski dom. 3 mitinga. Da li da se pušta klimata ili da ne se pušta klimata? Da li da se pušta klimata ili da ne se pušta klimata? I nerven smo po tuš i se vratim doma već. Ima düşün bak. Dumaj çikolata baklava. Şerbet yerine lavanta şurubu. Havalı kız. Kimin uğraştığını bilmiyorum. Или може би тази знае. Тази школа крои судбината. Öyle mi düşünüyorsun? Ai ti probaj shënova? This is traditional food, guys. Pay here, pay, ajde, pay. Mister, it's recording. Smile for... Record. No. Ver bana, ver. You come here, eat, no pay. What is your problem? Алал да му е на човекот, има повеќе храна по социјални мрежи него во реалноста. Babe, atë kujtohet kur më the që muj me provu diçka kreative? Po. Këshire? Pak respekt për trupin tanë. E ki bo trupin billboard për byrektore. Çka është e radhës? Me shkru këtu në shpinë recetën e byrekut, a? Në fakt, s'është ide e keqe. Po të paktën të kishte bërë ndonjë zemër apo ndonjë lule të kishte bërë. Jo, byrekun kjo në krah. I ku marrë 42.000 viewsa, edhe një reper i njofshëm ma ka bo like video. Стравот е привремен, како и хената привремен. Një temë mjaft delikate, por njëkohësisht edhe shumë e bukur. Tashmë seriali Qarshia vjen dhe është e qasshme në të gjitha platformat online, në Instagram dhe sigurisht edhe në Facebook. Nafton të gjithëve në fakt nëpërmjet të mesazhit që përçon që të reflektojmë dhe të jemi sa më afër njëri tjetrit. Për pjesën tjetër më të rëndësishme të tematikës do të flasim me regjisoren Sibel Abdiu, të cilën e kemi sot për herë të parë në studion ton. Kemi Berkanin, i cili gjithashtu është një nga rolet kryesore, si dhe Benush Shahin, njëkohësisht
kryesisht aktore, pa me dhe ca sekuenca nga seriali. Kënaqësit ju kemi, faleminderit shumë që jeni pjesë e Prizma. Mos mbreni kështu serioza, deri pak më herët spektakël ishte tu bë këtu Berkan, tash u bën serioz. Ti ma bon, ti më tha fillim s'du me shpas erave tjera dhe tash u Je, dispono, unë të tash ruaje energjin për studio, mos na bë spektakël para emisionit. Mas ne, pse jom kështu kur vjen radha të unë. Urdhoni me... Sibel, mirë se na erdhe, faleminderit shumë që ndatë kohë jeni pjesë e Prizma për të folur për një projekt i cili tashmë erdhi në jetë dhe po shënon suksese. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit edhe për ftesën. Është kënaqësi. Beno, mirë se na erdhe edhe ti. Mirë që ju gjeta, është kënaqësi për mu, apet me pas një emision me juve, edhe pse kemi pas një temë tjetër, po është me temën e duhur. Edhe ka kalu kohë e gjatë, më po vjen shumë mirë që kretë këtë kohë, ti ke arritur ta gjesh vetën dhe të pozicionohesh si aktore tamam aty ku e meriton. Berkan, mirë se na erdhe. Si po ndjesh? Po tash, si po ndjena, u ktheva saj ka, kur i ki pas 16, kur e më koni ftu mi parë jotin në këtë studio. Për apërsisht ndoshta 15-16? 16, do me thonë tash i ki 30... Një dekad. Po mirë, mos ma zbulo, tash komplet. Mirë, po, nejse, pa shërë. Do me thonë kanë kalu 15... Ne vajzat edhe gratë kemi problem pas të 30-ave ta tregojmë moshën. Deri në 30 nuk është problem, me tregojmë 28-27. Pas të 30-ave pastaj stopojmë, nuk dojmë ta zbulojmë moshën. Po shka në bank shkruna aty sa vjeti. Po një dekad ka kalu sigur, 10 vite po. A po? Po. Kështu që veç muj me thonë halal. Faleminderit shumë. Po sidomos kur e bone hapjen e emisionit, thash kemi njerës kuptimin për këtë botë dhe... Përvoja e bënd vetën, kështu që... Përvoja, po edhe lufta jote ndaj punës edhe dëshira. Është investim jetësor, si ju që keni investime tuaj jetësore, unë kam investu me këtë profesion. Copa disa takomi, po është tash me fol me hakikat që thojnë. Kadaj se kemi kohë me fol shumë gjatë. Halal, do me thonë, përgëzoj po edhe mu faleminderit. Sidomos sot e kom një ditë veçantë edhe një rast shumë veçantë që jo me një projekt me njerëz ma dashur, edhe këtë emision po e veçoj shumë. Dhe më duket që ketë kjo energji shumë e bukur që keni ju si tim, si ekip, por reflektohet edhe tek epizodet. Shumicën prej tyre i kam pa, janë shumë të bukura, vinë për platformat online, vinë në verzion të shkurtër, por që në kohën që po jetojmë ne, më duket se shumë shpejt edhe emisionet dhe gjithçka tjetër duhet të adaptohet në atë verzion, në verzionin e shkurtër, online, sepse kjo është audiencë e re, më duket koha e re e mediatike. Sibel, mua më intereson të flasim fillimisht për tematikën, sepse është realisht një tematik e ndjeshme, sidomos tani sepse në Prizma flasim për gjithçka vetëm për politik jo, por duhet ta përmend që politika është një nga faktorët kryesor që ndoshta na e bën bashkëjetesën pak më të vështirë. Më thuaj pse zgjodhe pikërisht bashkëjetesën ndëretnike, është erdhi ky si rezultat i realitetit të cilin e prekim ne çdo ditë dhe herë kemi periudha kur jemi shumë në rregull me njëri tjetrin dhe vinë fushatat parazgjedhore dhe zgjedhjet dhe nisim përçahemi. Është sakt. Unë këtë projekt fillova ta zhvilloj dhe ta shkruaj në 2020-ën, në pikë të pandemisë, kur patëm shumë probleme me profesionin tonë, si që mbani mend, atëherë gjithçka kishte prioritet, vetëm profesioni jonë nuk kishte. Edhe pikërisht prej ato momente ishin një inspirim për me fillu me shkruajt diçka të re. Fatkeqësisht, ideja lindi prej faktit që vëreta që ka fillua i segregimi i panevojshëm, që na pengon shumë neve, sidomos neve artistave që na nuk kemi as komp, as gjini, as gjë. Vetëm arti nuk i ka këtë ndarje. Po. Edhe filloj me na pengu shumë, dhe prej atje lindi ideja, pastaj fillu me zhvillu dhe pastaj filloj ajo periudha ku lypshin fonde, zgjati pak ma gjatë, sepse në kohën e pandemisë ishte dyfish ma vështirë me gjithë mundësi me realizu. Deri më vitin 2023, kur patëm takim me ambasadën e Suedis, të cilëve ju pëlqej ideja dhe jemi faleminderues që na përkrahen shumë me këtë projekt. Më vjen shumë mirë. Pra pas ka qenë ka kohë e gjatë nga ku ti ke nis ato momentet e para dhe frymëzimin e parë për të ardhur në jetë tani kjo që po e shijon. Berkan Argjenti, ai më duket më i çmendur i serialit, më kërkuesi, më i urrituri. Ai ka lidhje me karakterin tema.
Jo. Thuaj ti si e gjete vetën në rolin e Argjentit. Shumë shakator, shumë personazh interesant që nuk do thoja se dallon shumë nga berkani jetës përditshme. Unë pak më ndryshe, domethënë edhe një musafir kur e fton në emision, duhet 3-4 ditë e cakton orën se në edin, për çdo ftesë merr pak kohë. Një ditë e cakton kohën, mas ne çka kena me bë, çysh kena me e imagjinon një projekt me të ftu një regjisore. Domethënë ka qenë shumë interesant për herë të parë në jetën tëme, kur Sibeli më mori në telefon, edhe tha, sukur që është Sibeli, që e ndaj që është e rrallë nga regjisorët, një bashkëpunëtore shumë e mirë, po bje pa lidhje që para te kolege, shoqe, mbi gjitha shoqe, që nuk je për rast ti off me bo. Do me thënë atë pozitivitetin që e shëtë unë, është kret edhe nga ekipi, po edhe lullin që du shumë me përshëndet. Ja ushqeni njëri tjetrit. Që du shumë edhe producentin seriali, do me thënë, që janë edhe bashkëshorti, do me thënë saj. Kur më ftoj, unë hala nuk merdh kafja, kur vetëm sa përmendi, vetëm një thash, tregom kur po fillojmë. Që ajo merë kohë, e mendon, e analizon, kur po fillojmë, edhe kjo është tank. Thash, kur po fillojmë, se asgjë nuk vjen kot nga Sibeli. E dyta, sa po ma përmend. Pra, ke pas parasysh që diçka e bukur po vjen, nuk është se ke pas ndonjë dilemë. Ska shfaqe që nuk ja kom përcjell, nuk ja kom shiku Sibelit, sepse është një bashkëpunim. Tash, kur vi vetë në emision, ko me folë për ty se pa lidhje për me tash. Do flasim pak edhe për projekte tjera teatrore. Do me thonë, koncepti i projektit është nga konceptit që nuk është gjdo herë. Do me thonë, ne bojmë ose shaka, ose dramësem, mesazhe shumë i mirë. Mund ka përqy që nëpërmjet sarkazmës dhe humorit, zakonisht mesazhet më të fuqishme vinë nga humori, mesazhet të sistemit, realitetit e kështu me radhë, dhe mua më ka pëlqy mesazhet të cilat i përcillen dhe mënyra se si përcillen të njëjtat. Sepse unë jam shumë kundër asaj që veçohen gjanat, se dhe në këtë dërtes kemi nga çdo kamp njerëz që janë bashkëpunëtor. E mbasi këtë dërtes kemi ashtu, mbasi në kafe që po pim kemi edhe nga çdo kamp, mbasi edhe krejt punë që i bojmë. Atyre, hajde pe shfridzojmë mënyrë ma të mirë. Ne kombin ton me përfajtësu edhe me shprej. Mënyrë ma të bukur, po edhe ata neve ashtot. Në fund me dalë një përgjigje me thonë, faktikisht në ena njësoj, po veqemi a e tu kuptu. Po kush pe sjell këta, se një ma i mirë, arti. Do shta do t'jena një nga arsyet, nga shkaktarët të më falë, që pak do të ndikojnë pozitivisht për këtë sen, që dhe nëse kemi pas njerës që kanë qenë dilema, me abo 100% me hega tru. Tru një ato edhe me thonë, na mundimi me bo shumë senet mira. E vërtet, e keni armën më të fuqishme. Edhe prandaj me të parën kom thonë me një herë pa. Edhe nuk e gabu as pak. Sepse dhe roli ju të është pranu shumë mirë, e kom pa që ke pas një feedback. Kisha da që me vite tana me vazhdu. Po inshallah shikus do ta kuptojnë edhe nën tekstin e kret, se në vim po vinë edhe senet mira dhe do të vim. Çdo epizod ka një mesazh, çdo epizod jep. Po, e di që kanë me pas, hajleni njerë kritikat, fiq këshyrë ndryshe, se çdo herë ka, dikon, qka po ndodh një herë. Erën e kemi gjithashtu, një tiktokere e re, një vajzë ashtu shumë e veçantë, artiste në zemër, por si di, atë përshtatet ky rol, Beno? Pak, besoj që si Argjenti që përshtatet roli edhe mund përshtatet shumë, se do në merna me video, me TikToka, thënë që është e lazruar, edhe më kanë thënë që edhe kjo më përshtatet shumë. Unë i tash pak më parë, tash më duket se të përshtatet pak roli, nuk ta ka zgjedhur rastisht. Po, unë e menoj që përshtatet, dhe mo e kum fillu më s'mu tërpnu, pak jam e lazruar të shumë e bo, qika e vogël, edhe era është qika me e vogël e një familje shqiptare, dhe unë jam njëtë që është mangojnë fjallën ka pak. Dredza e tortës është me. Jo, është që shia mbi tortë, vërtet e ki serialit. Po me një që dredza s'ka. Babai i Erës në serial është edhe kolegi ynë Hamdi Rashid Idiu, të cilin unë dua ta përshëndes shumë, do kishim dash ta kemi në studio, po me qenë se është i shtëpis, tash kësaj radhe mos ta kemi në studio, besoj do kemi raste tjera. Si ka qenë për ty, Beno, bashkëpunimi me Sibelin, si ndodhi, si tu bë ftesa, momenti i parë kur more skenarin, momenti i parë që tu treguan ndoshta ato specifikat e rolit, si e pranove, si e përqafove këtë rol në moment të parë?
Ne para 1 vjetëve ashtu kemi bashkëpunu me Sibelin, me produksionin e Sibelit, dhe kisha besimin 100% se disha se me çfarë sistemi punojnë, dhe është shumë e rëndësishme për një aktor ta kesh besimin me produksionin, se shfaq atë energjinë e mirë që e ki të punu, e shfaq edhe te prapaskena, edhe te shikuesit. Kur e lezova skenarin, thash, aha, kjo është diçka që mu jone me nxerë ma të mirën. Edhe skenat i ka shumë, edhe vetë projekti është ashtu që neve trimve shumë na pëlqen, se na non-stop të ditën bëjna scroll në TikTok edhe s'mujna me këshysen e gjata. Shumë e vërtet. Me këtë projekt që e kemi tash, është e shkurt, po e ka mesazhin shumë të madh dhe kupton shumë gjaja dhe e ka humorin shumë të lartë. Është mirin vetë me këshyru në skenat e mija i këshyri ka 10 herë. Një epizod më duket maksimum zgjat dikun 4 minuta, nëse nuk gaboj, 4-5 minuta, po. Sa ka qenë vështirë për ty si regjisore Sibel që të përmbledhje kretat më të mirën në 4 minuta? Shumë pyetje e bukur. Po, këtë dua ta di. Mbi gjitha kur përcjell mesazhe kaq të fuqishme në një epizod, në 4 minuta sa është e vështirë ti përmbledhësh kretat ato momentet më të mira? Në fakt, në fillim kur e shkrova këtë projekt, ishte i dizajnum për sitcom, epizoda prej 20 minutave. Mirë po pastaj në negociatat me donatorin, vendosëm për këtë form të shkurt, ishte një propozim nga ana jon, sepse pikrisht siç përmendet të rit nuk kanë durim me shiqu kontent të gjatë, edhe na erdhi kjo idea për me bërë kështu një form hibride, do më thënë, nuk mundemi t'i quajmë as skeqa, se skeq është një formë tjetër, kjo është si serial me epizodat të shkurta. Ishte tepër sfidë e madhe në fillim, kur fillu me ekipën e scenaristave me shkrujt skenart, nuk ishim kur qysh në 5 minuta me dhanë mesazhin. Pastaj menduma, mundemi me bo për shembull me nda një epizod në disa pjesë ose në 2 pjesë. Pastaj nuk na pëlqen të thash jo, pasi që e kemi mendu këtë, duhet ta gjejmë mënyrën qysh me e bo në 5 minuta. Dhe me shumë sfidë, me shumë prova, arritëm me atë qëllimin që e dashtëm. Edhe bile tash po e sfidojmë njëri tjetrin me i bo hala më të shkurta. Vërtet. Deri në sa do jetë ai minimumi? Na e kemi sfidu veten. Do të thonë nuk është e pamundur. Nga 4 është duk shumë pak, ndërsa tash po mendoni ta reduktoni. Forma e parë ishte 7 minuta, që mujtëm mas shumë ti me e shkurtu. Prej 7 e shdrypëm në 5 minuta, tash prej 5 e kemi shdryp maksimumin që e kemi arrit është 2,5 minuta. 2,5, wow, okej. Do të thënë kur diçka synon dhe punon fuqishëm e arrin qëllimin. Tani duat flasim për mesazhet, e përmenda unë bashkëtesa ndëretnike. Besoj se cili nga ne në momentet të caktuara të jetës jemi ndjerë ndoshta ndryshe, jemi ndjetë diskriminuar e kështu me radhë. Cili është mesazhi që ti Sibel si regjisore dëshiron ta përçosh tek gjithë njerëzit të cilët do kenë mundësinë ta ndjekin serialin? Mesazhi jam është që duhet të gjithë ta kuptojmë që është shumë ma bukur kur funksionim në bashkëjetesë. Ajo është, duhet njerëzit ta kuptojnë që atë sent unë jam rrit në një rrethan ku dashta është dasht me jetu në bashkëjetesë, prindët i kam prej kombe të ndryshme, nanën e kam turqeli, babën e kam shqiptar, edhe jam rrit në një lagje ku jetojnë Maqedon shumica, edhe kom pas raste me urit me të gjithë kombet. Edhe kjo vetëm ka ndihmu me u bo kosmopolit edhe më ka shtu shumë në jetë për gjithë shka, në gjdo aspekt jetës, edhe kom dasht që këtë sen ta kuptojnë njerëzit se mundemi vetëm plusa me pas prej që ati sende, jo minusa, edhe prej që aty ja kom nis me shkrujt këtë ide. E sa kemi nga përjetimet e tua?
personale, ka pas ndonjë moment ku ti je ndje diskriminuar, thjesht për përkatësinë tënde etnike, edhe pse je mikse, nuk është se je 50-50, do thoja. Ka pas raste ku ndoshta ndonjëherë je ndje keq në ndonjë situatë, po të njëjtën ke vendosur që ta nxjerrësh në letër dhe ndoshta ta shohim si pjesë të serialit. Zakonisht, po më ka ndodhur shumë shpesh me u diskriminu nga çdo anë, por gjithë ka qenë ajo një periudhë, si më thanë, një tampon periudhë, derisa nuk e kupton ana tjetër që unë nuk kam paragjykime për askan, edhe pastaj ka fillu, janë çliru njerëzit, ka pas do moment, shpesh ka momente që nuk më pëlqen kur më thojnë, ti nuk je si tjerët, jo, jam pikërisht jam si kretë tjerë, jam vetëm një njeri. Në aspekt të skenarve, situata të veçanta prej jetës time nuk muj me thonë që ka, mirë po karaktere ka, të cilat... Me cilët ti je përballur, ndoshta në fazat ndryshme të jetës. Jam përballur, ashtu i kam edhe shkrujt karakteret prej karaktereve të vërteta prej të cilëve jam inspiru, për shembull karakteri Risto, që është berberi i Qarshis, jam inspiru prej babit shoqës tema më të ngushtë me cilën jam rrit. Qiqko Risto, e kom pas kojshi, edhe Qiqko Risto nuk ishte berber, ishte tenor në opera dhe balet në Shkup, mirë po është shkupjan i vjetër edhe din me folë shumë mirë turqisht. Edhe kom marrë karakterin e ti, po e kom shti në një formë të ndryshme. E ke adaptu në verzion tjetër. Po, do me thënë karakterët janë inspiru prej karaktereve të vërteta, mirë po situatat nuk jam vetëm, jemi një ekip të skenaristëve me të cilët bashki shkruajmë këto gjana, edhe inspirojmë më së shumti prej përditshmërisë, prej problemet e vërteta që i kemi na të gjithë si popull, jo si kombe, po... Shumë e vërtet. Për shembull, të gjithë kemi problem, nuk na mbledhin brillogën, të gjithë kemi problem me ajrin, nuk është i pastër. Problemet kyçe i kemi të gjithë të njëjta. Pikërisht, edhe probleme familjare, domethënë krejt kemi problem me fëmijët, me prindët, janë do gjana... Me sistemin arsimor, me sistemin shëndetësor, më duket se kur përballemi me këto sisteme, e kuptojmë se sa identik jemi me njëri tjetrin dhe ko të bëjmë sikur dallojmë në pika e në segmente të ndryshme. Absolutisht. Berkan, duat më flasësh pak çka po më qeshtu seriozë. Berkani shikus, po në ndjek me momentin. Jo, më kujtu një moment, kur isha i vogël, kur shkoj ke nana me babën dikun musafir, dhe që ti rjama veç shumë. Ti mos falë. Dhe që kështë shka po folin, kur vi ke veç në qokolat në reago, falinderit edhe apet anash. Dhe Lucia rini të rini serios në set, a është tankon kjo kështu i njëjtë? I njëjtë, është nuk arim. Si veni, se e thot, hajde, ma shpejt, dhe aty shtrina për të kesh me Berkani. Ma shpejt, hajde. Berkani Si traumatizova me Simit Pogace, po s'ka lidhe, mas ne ka zënë. S'kena me hangër, ma Simit Pogace. Keni me pa epizodën edhe. Mas faro vetë pse. Okej, për Simit Pogacen, do jetë. Ta bëj pyetje për Simit Pogacen pastaj, që më thare. Hajde si të kemi ndaj program tjetër, e loj ma vonë purim edhe një orë. Hajde më thuj pak për rolin tënd, se e di që është një rol shumë i veçantë, e thash dhe pak më parë, po përsëritem që e ka pëlqyer shumë publiku rolin tënd. Argjenti shumë i natyrshëm, shumë tip interesant. Si veli me Luli nuk qyrën kështot kur momentin ma tregun karakterin edhe une Muj me paramentu. Edhe unë apo kjo diçka që tha e gjatë muj, disha pse e jap këti. Po shumë është interesant, pak edhe emocionalisht, do më tonë, flitet për një karakter qesharak, Argjenti është kështu ta thëmë, Argjenti krejt dina mas din kur gjo. Do më tonë mu prish rryma thot unë e di, këtë me të nime i ka. Edhe kur ta e pi idejen, është ma keqe. Ama më duket se krejt na në jetë e kemi nga një Argjent, e njohim nga një Argjent. Krejt besojnë që është ashtu, mas te i këfilën që e jadin kush o të thonë. Pa heko anasha, e të kuptu, gjithë kun me ras kryt. Ku është mas mirë t'ja i mu ras, po qatë që e dojnë nuk i thojnë jo. Ama me shku me strategjin e Argjentit, dolen selamet. E ogre. E tash kur më tha, epizoda e 2-a, 3 ka qenë, pi thamë, Sibel, thot, unë pe e luj, më falë, zëri kamerman se livrita dona pi kuadrit. Edhe pi thamë, a bu në djallin argjentarit pe e luj, tha, po dhe, mas te mu kujtu, kom qenë i vogël,
argjent. Baba, ndjeri, para se me fillu me stomatologi, si stomatolog, ka qenë disa vite argjentar Rubinin ton këto. Më kujtu, thash, babën e kom pas argjentar, a i të kuftu, edhe u përshtat karakteri, thash, wow, edhe ajo më dha ma shumë emocione. Edhe shumë u bo shumë një koincidensë interesante. Po ta thash, nuk është se të duhet shumë me aktru në këtë rol, sepse ti edhe nga natyra je tipi tillë. Po normal që njerin zot një urë s'ka me edho, si bini me e pa, ta se edhin. Do me thënë, kretë po këqyri me punu me arrit, e ta shpi këti tjetër nuk vot një argjent. E gare në njën, e do është ta shumë karakterin, e do është ta edhe me të vërtet, unë apet po thomë, më pëlqej që se cili karakter, edhe ne personalisht benuja, unë tjerë që jemi në ekip, e gjetëm vetën aty. Do më thënë, njoni me tjetërin s'ka lidhje. Kretë jonë të veçum, ama njohë bënën. Do më thënë, ka jo përputhja e gjuhës, edhe shprehunit, do më thënë, në serial. Edhe nuk është diçka i kësh shumë i veçum, ose kjo. Kretë këtu jemi. Sidomos diun, kur është onë me diun një mësu, ndryshe flasme, vezët kamerat ju tjetër kush është. E vërtet. Edhe është shumë bukur do me thonë që... Hynë në rol, direkt. Edhe do njerë thu, di parës kem ndryshe, apet mas një ndryshe, po profesioni, kur ti dëshirë. Po kjo është aftësia, po. Kur je i lindur për një profesion. Si po jep, do me thonë apet, shkojnë komplimentet të verzioni Femrose James Cameronit, që arriti, do me thonë, ku të prek, del sukses, ma pa dyshim. Se nuk ma ka qitë revolën bërë kanë ke marrë pa tjetër. Unë e di ku kom thonë po me njerë. Pra ndaj jom shumë ratë edhe qyshke ajo shumë vite kisha bashkëpunu. Bi gjitha është shoqe e mirë shumë. Edhe kretë njëve që na ka dhonë, do me thonë që pëthuti. Bese kjo ka rëndësi shumë të Po madhe. sjellë, po qka po menon? Ne mund t'jemi shumë Mëse nuk shoqe je për njeri para jetën. së gjithash, Po do me thonë pjesa tjetër lëvizja, bjen në ofendim jo. Do me thonë ka dikush don me tregu, po edhe ajo ka një limitin kur jemi serios. Po kretë mënyrë të bukur pëse sjellja ishte e tillë, na 2 herë ma shumë patëm dëshirë me lujtë këto. Unë, me të vërtet, më ndodhë çdo serial, pak mos marrëveshje, një idhnime, sene, do me thonë nuk më baj me një moment që dikush me dikone uroj shumë që deri në fund, edhe uroj i gjatësi të projektit, por shpresoj të mos keni keq kuptime. Kështu që nëse i kina jo ofertë live për e thonë për çdo sen më së vetë, po thonë po, ku du shumë në Afrikë po shkojnë. Po, prej tash po. Okej, dua ta pyes Sibelit të më tregoj sa ka qenë sfidë në vete kjo përzgjedhja, selektimi i roleve, ti gjesh aktorët e duhur për t'ju përshtatur roleve që ti ke zgjedh. Disa prej roleve mund të them që e kom ditë cilat aktorë Në momentin e parë atë është paraftyru imazhi i aktorit? Edhe bile kur i kom shkrujt karakteret, e kom ditë se kush ka me i lujt ato karakteret, disa me casting i kena zgjedh. Cilët kanë qenë ato që instinktivisht? Gjanapi ka qenë, Selpini, ato e më prej teatrit turk, edhe Suzani. Ato 3 e kom ditë që kanë me lujt, edhe Dini. Kështë se kom bashkëpunu edhe ma përpara me ata, edhe di saksisht se si punojnë, e di kapacitetin e tyre, edhe e di shatë që po du me punu prap me ta. Në fakt është një moment i rëndësishëm tek projektet e tona me produksionin ton që përkushtojmë vëmendje, gjithë është në fillim me pas harmoni në set. Ajo është prioriteti jonë. Do njëherë bëjmë zgjidhje dhe ndoshta aktor ma pak të famshëm, me qenë, mirë po që janë njerëz të mirë, që do të mundemi të bashkëpunojmë lehtë, për neve është që ajo shumë e rëndësi në produksionin ton. Edhe deri më tani kemi pas gjithë projekte ku kanë qenë të gjithë të knaqun, sepse profesioni jonë është i tillë që punojmë me emocione, edhe kamera i kap krejt emocione. Do me thënë aktorët nëse nuk ndjehen mirë, nuk mundemi me pas edhe produkt të mirë. Besoj kjo edhe reflektohet ndoshta në xhirime kështu me radhë. Definitivisht. Beno, si është përqafuar nga publiku era, më thuaj, cilat kanë qenë komentet që ty ndoshta të kanë pëlqyer më shumë, ti vlerësime që i ke marrë për rolin tënd e kështu me radhë. Nëse nuk gaboj Beno, edhe ti je me prindër shqiptar turk? Po, edhe unë vi nga një familje përzije. Babën e kam turk, mamin e kam shqiptare. E kam ditë që ka diçka. I përshëndesim prindrit e Benos. Edhe
në këtë projekt, kur më ftoi Sibeli, deshta shumë u kam pjesë se me të vërtet e kemi këtë problem. Unë si vajzë një familje e përzier, jam kanë hapën çdo shoqëri, i kum përqafu ketë, me ketë jam kanë okej, po ato s'jan kanë krejt me mua dhe i kum pas shumë do... Në çfarë ke ndjemë më shumë ti paragjykime ose diskriminime, cili ka qenë ai momenti ku ti ndoshta je ndjerë ndonjëherë e lën anash ose e paragjykuar e kështu me radhë? Për shkak të kombit e ku pasër, se kur kam qenë me një shoqni shqiptare, kur faqin ai send për turqiri, ka vetë në vike pak keq, ose me turqiri kur isha për shqiptar, se edhe ajo anë për mdhem edhe kjo anë për mdhem tash. Edhe kur e pash këtë ftesë që më boni Sibeli, tash amazing. Do të mu tregu kjo se edhe shoqëria e ka përqafu këtë rol shumë të mirë se e panë që është një rol shumë i vërtet. Edhe i ka skena shumë me humor të lartë, edhe e tregoj diçka të vërtet që edhe unë në familjen time i kum pas këto gjana, edhe këtë diqysh e la si kur të kalojnë një 10 vjet, 20 vjet kur t'jem e madhe, kur t'i shoh këto si me pa fëmirin se që shumë ka kalu edhe shumë e ka një vend transition për mu. Sa bukur, pa. Edhe pse Era konsiderohet si vajzë e lasdruar edhe ti pak më parë nga epizodet që kam pa unë, Era është një vajzë shumë inteligjente realisht. Është inteligjente, po për shkak se merret me këto challenge-a TikTok-a, pak... Edhe ato kërkojnë inteligjencën vetë, nëse si je inteligjente nuk mund t'jesh e mirë edhe në TikTok e kështu. E kemi pas edhe një skenë që e tregon shumë edhe këtë moshën, rëndësien e moshës, që Era me shokën e vetë, Artanin, lypin Wi-Fi për qarshin. Edhe kur kush nuk i ndëgjon ato, dhe pasaj Artani japan Erës një filter që është plak. Edhe këtë e postojnë, edhe pasaj bëhet internetit e qarshia, dhe kjo vjen diri tek që e kemi dashtëm që ato që janë më të mëdhej, që kanë kalu ma shumë. Leje ti ala e vogël unë shakum kalu. Si gjithmonë, si gjithmonë. Edhe te kjo humori këtu e kemi pa që me të vërtet fjallë të mdojve ma shumë i ndëgjojnë, po kemi edhe shumë të rinj që punojnë edhe din edhe mundohen me ba diqka. Po e tani më duke që është fryma e të rinjve më shumë po ndjehet, kështu që është koha që të ndëgjoj më shumë të energjinë e të rinjve. Unë kam këtë përshtypje, sepse gjërat bukra po ndodhin nga të rinj. Berkan? Benuja po thot vogël, mirë po të shumë seriozisht apo po e thëmë, sepse sado kudo s'ka pas shumë një, pse edhe e rej është vetë, unë kësha do është vetë 2 fjallë me thonë, unë i thë majmunk, pse du si motër të vogël. Me sjellje dhe me vepra ndaj punës shumë e madhe, Benuja. Unë do me thonë nuk kam taku, sidomos në këtë mosh, një ditë bile me ardhë pak ma e mërort, ose diçka me sjell edhe me qenë atë moment, me pas nëjë problem ta shprej atë pozitivitetin edhe lakmoj unë i kom bo 39 vjetë, e kom një Wikipedi pak shumë me muzikë, me aktrim, mirë po hala thëmë po shof sene treja, do me thonë do njerë mjep sim nëjherë se si dush edhe ma shumë edhe me pasiklet me edhe atë pozitivitetin se si po reagonë në set. Do me thonë kaq vullnetare dhe kaq obsesive ndaj punës vetë. Shumë e përkushtuar. Unë sidomos nuk jo rastisht desha që ta kemi edhe Benon këtu, se ne do kishim mund të kemi edhe të tjerë në studio, por Beno është nga më të rejat e kastit dhe ka një motiv të jashtëzakonshëm dhe një përkushtim që unë e kam vrejt e Beno, që është një specifik do thoja e rrallë të këtë rinë, do kisha dashur që ta kemi më shumë. Këtë pjesën e përkushtimit dhe shprehjes punës. Jo vetëm dukja që është e bukur shumë, mashallah. Gjitha i ta, suksesin. Një ditë, dash zoti mas disa viteve kur do të flasim për sukseset më të mëdha të kësaj, ka me qenë dëshira ndaj punës që e ka. Edhe është shumë punëtore. Nuk e dyshoj aspa. Edhe është e shpejt gjithkon, edhe nuk ka mungu për asnjë sen, edhe unë po thëmë e kom knatësin me lujtë me Beno. Sa mirë, më vjen shumë mirë që po dëgjoj komentet të tilla. Mas ne bomi partal kur të vjen. Pre ta krymë bisedën, pas ta krejt bomi partal. Sibel, folëm kryesisht për pjesën e bukur, harmonin që keni mes vete, që gjithë shka është duke shkuar shumë mirë, procesi, realizimit e kështu me radhë, po cilat kanë qenë sfidat të cilat do doja ndoshta t'i ndaje me ne?
Sfida ka çdo ditë. Sfida financiare keni pas, zakonisht sfida më e madhe tek ne në realizimin e një projekti dhe ndërprerjet e po të njëjtave janë shkaqet të shkurtimeve financiare, materiale kështu me radhë. Ju e keni pas këtë sfidë ose jo? E kemi pas këtë sfidë me i gjetë financat në fillim, edhe me i bind njerëzit që duhet të kryojmë kësi lloj të projekti. Edhe normal, gjatë produksionit gjithë kemi sfida. Jo dikush mungon, jo diçka ndodh, jo diçka po na mungon me u gjetë, me u bo. Orari është shumë vështirë me e përshtatë se duhet, ekipa është gati se 50 njerëz janë në ekip, është shumë vështirë me i organizu ditët e xhirimit, shumë njerëz me shumë obligime, janë vetëm 17 aktor janë, plus aktor tjerë që vinë prej jashtë, edhe që ato janë sfidat, po nuk ankohemi, ajo është pjesë e punës tonë edhe bojna me knatësi. Patjetër. Si po realizohen xhirimet, janë ditën, natën ose filloni nga mëngjesi e kryeni në darkë? Fillojmë nga mëngjesi edhe derisa ta kryjmë, zakonisht 12 orë. Gjironi çdo ditë apo si keni të ndarë? Jo, kemi ditë të caktuar që gjirojmë, janë 36 epizoda që duhet t'i përfundojmë. Deri më tani kemi përfundu 20 epizoda, na kanë beta dhe 16. Deri fund të tetorit kena me i kryjë gjirimet, pastaj vazhdojmë vetëm me montazhën, edhe pastaj kismet sezona e dytë. Bukur shumë, shpresoj sa më shumë sezona. Unë që kom problem u qunë mëngjes, beso me qef qona. Me qef qosh. Ka do dhe rasti epizoda e parë, si kom tregu prej tutës, vetëm 2 orë pa ta fle. Edhe e pas që dikun edhe Luli po ma bën, do me thonë edhe producenti edhe kamermani, kretë shefi, thëma di. A kishe bile energjia, kishe fuqi me 2 orë gjumë? Unë, si me pas lejt 24 orë. Unë veç u këfillat të zbërgan, hajde në veti edhe mo normal. Edhe mo qatë që aktivizova ato motorat, edhe ku shkova në shpi, kur u bo qetësia, zdi që atë cilën hap të hapi njerë. Që më organizu. Berka Gurje, se di para sa mujve jemi taku herën e fundit, në fe që ke plane të ikësh në Turqi, e di që ke pas plane për seriale atje nëse nuk gaboj. A thu pse shkova. A thu pse nuk shkova. Falimderit që e pas ke majt men. E shumë e keqe. Do me thonë në ke zonën pisk kisha. A është qarëshia arsua që nuk shkova? Ta shme thonë shumë ka mu bo apla që thojmë najdin, po me të vërtet e pata vendos, dikon mes qeshorit ose korikut, thash hajde mundet me mëzon edhe gushti pak. Mirë po, në herë një sen i shpirtit më dalë kretë. Këto e vendosa dimnit sidomos. Tash këtë verë unë shkoj në Istanbul edhe del ku del. Po që pas ka qene shumë në qarshi me gjithë ty. Parameno, edhe kënë shkëput për qarshi s'kretë sa vite. Dalë qender, ose rinë shpe ma shumë puna në studio, sen. Po që më lidhi me ashtut edhe mirë që nuk kom shkuni. Jo rastisht ndodhin gjanat njët, po besoj ka ndodhë për mirë. Pse jo, unë gjithmonë jam me asaj që guri rënd peshon vend të vetë, edhe gjanat ma të bukra, sidomos neve që na duhen njerëz, na duhen artista si ju, njerëz që kanë energji për të punu dhe kanë qëfar me na dhanë. Kështu që mas ne ta shofem, do me thonë, sigurisht do të kemi pak pauze dhe kur nuk është dvonë? Jo, nuk o puna, unë kom qef kështu transport. Eksperimentet. E shet, do me thonë... Kemi me të mbajtë këtu, deshe. E kuptova që keni një lidhje shumë të mirë me Benon, po kush janë aktorët tjerë me cilët i knaqës mas shumë të nëset, përveç gjatë gjirimeve, po edhe kur rini, kur hani, kur pini, se në qarshi gjithë shka. Ama të shkët pyti, a viç mu po ma bëna, du me bu përgjith kretë. Ti përgjigju i pari, pas ta i... Kush knaqës mas shumë të Ti me kon knaqës mas shumë të nga aktorët e serialit, po jo vetëm aktorët edhe pjesën tjetër të kastit. Ashtë pa tjetër me qenë aktor? Jo. Nuk po të kufizoj. Komplet. Mu më drejtë që dita fillim kur takona me Lulin. Okej, që është bashkëti Sibelit, apo? Po, unë kur e për qafi njerë, e thëm tash jam okej. Sibeli kërkova një fotoprofil, tash ma dërgo një fotoprofil për paralajmërime që i bëjmë, ma ka dërgu me bashkëshortin tonë. Tash po se kemi bashkëshortin e Sibelit në studio, tash dërgo ma një profil tonë. A, një ide, edhe pse nuk është një njëri që deshti me promovu Lulin edhe pa qenë në emision. Edhe pse është një... Edhe pse nuk është një njëri që do me dalëm pa. Interesant është, a i meriton shumë me qenë prit. Unë e në mesë, unë jam producent, unë jam njëni prej organizatorve, sen është ana shtuti, veç ka ardhë me këqyr që ka po ndodhë. Mirë po, unë jasho shumë sene që unë e du të thamë, hajde dhe njerë, edhim, që ta si se punëtor,
pak ka sjell suksese, tash mos përmeni Stupca o Samire, se për njerëzit modest flasin suksese gjithmonë, s'ka nevojë. Është heroni pisho sot serialeve, Stupca o Samira e takun me 2 dure takojnë se i din se ai e ka bo, kështu që domethënë e kam knacim veçun e tjetër është e veçantë është. Po njeri pozitiv, punëtor, kom qef edhe me më drejtu, domethënë me më korrigju dikon kur habitësh në Berkan, këtu jemi. Nalu, stop. Edhe shumë shok i mirë, se. A qka ke pyetja taman? Pyetja ke me cilët aktor ose me cilët... Jo, tash edhe diçka në fund, më thamë falë, jo, nuk pyetja asgjë tjetër. A kështu aktor me të vërtet nuk muj me veçu, se secili është pozitiv. E po që ato, po të më primi... A qka ishte puna e Simit Pogaçës? Mas që ato tash se ngeli mendja, si duke që tash ka me apet po duna me uritur. përmend Lulin, ai do me thonë e kam ratin që ai mjep liri. Nuk thot Berkan, ka qtash edhe u kry. Nuk t'kufizon. Në epizodat në VM, sidomos shikuzve që po thëm, aty ka për me që shumë s'ko me tregu, budalakinat e mija, si beli veçëm va bon kështu edhe nuk dyshon që kom me tepru me diçka, a me e thonë tash a me e lonë në epizodet Hajde, zvulona diçka, zvulona pak. Ani pak me thonë, do me thonë edhe djali vogël, Soni që është vllau jem që lun, Artani karakteri, kishte një sken ku... Unë i sfidoj. Okej. Unë i qëfar sfidoj për... Me hangër Simit Ama kush ma shpejt, se unë i eshtu edhe për një me jetë private. Unë u që kej sofrës, unë e apet hanës e mi, mësën vet ajo mund. E kom ato, edhe e din krejt. Edhe sa Simit Pogaçë i hangër? Jo që sa Simit Pogaçë, dhe më thëmë, po shtymi edhe pe këqyri Lulin, po thëmë, unë a i më kuptoj, tha jepi. Edhe unë detyrova, shumë po mjenë mare. Pse bre? Veç pak e kafshoha, mëse krejt qka me të ato me të parën. Mas një 2 avë ditë unë kushifsha burektore ndrojqa onën. Edhe unë pjatë ditë unë s'kum hangër, unë Simit Pogaçë ti kam shumë qef, unë pjatë ditë Simit Pogaçë s'kum hangër. Se atë shumë e keni tepru dhe s'ku i shkon mendje. Tepru me të parën me hangër ti ata, kali ujtë bukon Ava nga cilat Simit Pogaçë se ka mallësit ndryshme, ka do vende që i bojnë ma të vogle, ka do vende që Simit Pogaçë... Tu ti jetë më bërë, mallësit të ndryshme Simit Pogaçëja. Qajo? Buk me buk. Mallësit të ndryshme, po ato që në qeshi janë më të vogla, ato të qilin gjithë që shkena jo. Me të vërtet ka mallësit ndryshme Simit Pogaçëve, kjo nga ato gigantet e mdaja. Nuk është Simit Pogaçë, mallësia, so kolpiti ajo. Do me thonë një asi është. Tash mos bëha i garës është e vërtet që dalon mallësi. Po pi burektore shkoj XXL ake. Ka disa që kursejnë, vendosin ma pak harë shbrana. So kohë Simit Pogaçë më me të parën pe anë. Mos bajgore dhe të. Për shembull, preferuarat e mia janë te babiçka në Çajer. Nuk i ka të mdaja. Po për me nëna. Po i bëj reklamë. E kjo ama si gjallë. Nuk janë nga ato mallësit. Unë për shembull, në tjera të vende nuk muj me hangër një Simit Pogaçë të plot, ama atje shijoj në maksimum bile mundem edhe gjysh, po janë të vogla. Ja, ati sonë hasi e ndyra është. Ajo ndyra, bile edhe këtu kur më shkoj. Ajo ndyra. Ato ta ka zunu dhe në mas në tjetën. Dët me prit diri në antë, me shku me Simit Pogaçë po unë tona. Kështu pa marë parasysh, se ti me e marë një bomë ditë në ngër, e që mësë më përlu 4-4 ere kapshon. Unë ina, pse? Për rolin e bona. Që me dojnë interesa, ama mas nej vetëm mu. Për kretë flajton e dim 5 sabajt. Badjova me ato soda që janë. Unë e mos unë erdha në veti se goksima sen edhe... Beno ta preja ditë s'kom hangër buk mo, a? Jo, Simit Pogaçë të një shumë. A, një letë kalon pak shumë. Unë jam bash afer aty, te kam esu unë e bëjsha sfidën edhe këto dy, ka shko kush ka me hangër ma shpejt Simit Pogaçën. Edhe unë kesh bash afer, e ku më ndjizu shumë pi afer edhe e ku më ndjejat, a ndjeni Berkanit të hangër Simit Pogaçën. A kur do jetë kjo epizod që ta shohim? Nuk e di me ndë. E ka kohë, do me thënë epizodet e Fani tjetër me një stomatolog, se shka bojone, do me thënë veç prej tene dhe këshyreni. Po, do me thënë gjithë shka kemi me pa prej... Unë pse du Roberto Beninin, sepse thot jep mania të lirin që unë ta shprej si aktor. Limit s'dut me pas, jep e vetëm. Jo se s'ka kuptim, jo ka kuptim se je aktor. S'mun mi ketë më konë Leonardo DiCaprio Titanic, ta shfrizurën, I love you. Ti dush kretë mi bo se je aktor. Bash kretë ju, ama mush më konë. Shumë gjana. Beno, cilët janë temi aktorët ose antarët e kastit me cilët ti knaqesh?
Që është edhe unë ka me Që ta ndreq ditën, ndoshta kur shkon në xhirime. Unë shkoj me qef. Edhe unë nuk jam person që qona shumë herët, kam qenë pak me një dej vonë. Edhe unë ditën e pare kum pas me 2 orë gjonë, kur kum shku njëjtë, se shumë shpejt u zhvillu në senet, edhe veç kum shku, edhe ajo harmonia e krejtve, krejt diqysh nuk dallo, se kum pas edhe gjirime tjera, që kum pas edhe seriale tjera, aty pret, 3 orë, jo 4 orë, jo disa të bëjnë gati, jo, edhe diqysh së n'afrosh me krejt. Këto hyn, pret mami, ajo t'nimon, edhe pse është regjisor, vjen, kodi t'i lisa, edhe kitë bashkëpunojnë a bashkë. Bravo, se mirë ki cek. Edhe ajo s'muj me dalu kërkan, me krejt, shkoj krejt i nguti, përqafoj, ju pengoj kapak, edhe qështu, shumë e kemi harmonin, si familje jemi i ba mund të atem. Bukur shumë. Dhe si velim intereson feedbacku që ti e ke marrë, është ai të cilin e ke prit? Nga epizodet që janë lancu deri tash? Me tregu drejt. Dhe cilat janë pritshmëritë e tua nga epizodet e ardhshme, sepse duket që çdo epizod do shohim gjëra më interesante. Po, me tregu drejt prej aq shumë që kemi punë me shkruajtjen e skenarëve, montazhin, regjin, nuk kam pas edhe shumë kohë me diskutu me njerëz se çfarë kanë me thanë feedback po japin, po kështu që kemi ndëgju prej shoqënisë edhe prej ekipës, gjithë po të regojnë që është gjithve ju pëlqen seriali, po shpresojmë që ka me pas edhe ma shumë sukses. Edhe unë uroj të njëjtën, shpresoj që njerëzit duke ndjek serialin Qershia të reflektojnë sa më shumë dhe ta kuptojnë që në fund të ditës jemi të gjithë të njëjtë, të gjithë të barabartë dhe fundja kemi një shtet, nuk e ndajmë dot të marrim dikush më shumë pjesë e dikush më pak, thjesht të mësojmë të bashkëjetojmë në mënyrën më të shëndetshme të mundshme. Kështu që faleminderit shumë që edhe kam pas edhe një pyetje, ja do e bëj patjetër. Këtë pjesën e martesave të përzira, keni plan që ndoshta ndonjë epizod ja kushtoni, sepse realisht kemi shumë martesa të përzjera. Kjo është ide mirë që na ka dhënë. Pse jo? Pse jo? Martesa shqiptar Maqedonas, turk shqiptar. Zakonisht shqiptar Maqedonas janë ato ndarjet më të mëdha që bëhen, po nuk është që kemi martesa. Po kjo është ide e mirë, nuk e kena mendu ma përpara, po për sezonin e dytë është ide e mirë. 2 role 3 ati fusni, një shqiptar dhe një Maqedonas që dashurohen. Pse jo, qka po më sheshtu? Ide Jo shumë ma e bit mirë. po të këshyri se po se sejf të ponim që. Dhe me thonë, është që ka ndodhë ma erët, po... Mirja, ja dhash Sibelit. Era par po në dëgjon për martes për Sibel, ty po do me ta bo një pytjeve. Si mbas te, kush është ma pritafçi, ma punëtori, ma buzqeshoni? Hajde, moderator, u desh boja me të pyetjen. kujto me bo qëtë pytje. Në shoma. Urdro. Ma i buzqeshoni. Ama ti ki me tregu, Sibel më ka qenë zveqa. edhe moderator kjo, kështu që po ja Jo, skali, lejoj. jo, moderator skali dhe kur hina mas ne tash bolle dhe dola. Vet jam kështu. Ma punëtori, ma mërzilafshi, që i vje Ma mërzi. Dembeli. Ma Dembeli, ma pozitivi. Regjia po ma Të tre ati e ti. Vje mirë që ishe me Sa emision. shete morëm për gjëqë. Faleminderit Sibel. Ne kemi arritur fare në fund, unë kisha edhe shumë pyetje tjera, por shpresoj do kemi rastin në sezonin e dytë. Mos t'i harxojmë krejt pyetjet, ju kemi prapë në studio, do vi me knacin më të madhe. Mos u tut, se edhe Jo, po do knaqemi. vi me qef. Kështu që faleminderit shumë edhe njerë Sibel, shumë suksese edhe juve gjithashtu. Florat, pafsha gjithmonë buzqeshun, me suksese. Gjithashtu edhe edhe juve. shumë vite gjata me suksese, me kitë mira. Se shka Faleminderit. vazhdoj Edhe tash. juve jetë gjatësi me serialin, shpresoj që të kemi sa më shumë sezone. Faleminderit Shumë faleminderit Ishte shumë. kënaqësi. Shumë.